Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse pini ujë me limon para gjumit nuk do ta besoni çfarë ndodh trupit tuaj. Uji me limon para gjumit gjithashtu është një mënyrë shumë e mirë për të hidratuar trupin tuaj me ushqyes dhe me vitamina. Uji është mjaft i dobishëm për çdo qelisë të trupit dhe ka një efekt pastrues për organizmin. Nëse e pastroni me lëng limoni, ky ujë do të ketë më shumë alkalin, që do të thotë se sistemi juaj tretës do të përfitojë sa më shumë prej tij. Uji me limon gjithashtu ju mban të hidratuar dhe përmirëson funksionet e muskujve dhe tretjen. Sipas të dhënave, aftësia e limonit nxit prodhimin e lëngjeve tretëse dhe qarkullimin e tyre. Përse limonët janë kaq të veçantë? Limonët kanë një shije të mirë, por njëkohësisht janë edhe një burim i shkëlqyer i vitaminës C, polifenoleve, antioksidantëve të tjerë dhe për më tepër antioksidantët kurojnë organizmin nga dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Pirja e ujit me limon që në mëngjes i jep trupit antioksidantët e nevojshëm për rigjallërimin e lëkurës dhe freskinë e saj. Përse ju duhet të pini ujë me limon në darkë? Uji me limon të bën të ndihesh mirë në çdo orë të ditës, por darka në fakt ka shumë rëndësi, tregojnë informacionet. Pirja e një gote me ujë në darkë ka gjithashtu efekt hidratues për trupin kur ai është duke punuar gjysmë me qetësi dhe zbut urinë. Ekspertët thonë se trupi në darkë dehidratohet kur ne flem. Duke i pirë një gotë me ujë me limon, trupi do të furnizohet me ushqyesit e nevojshëm të cilët me sa duket e pastrojnë dhe hidratojnë atë që në fillim. Hidratimi është mjaft i rëndësishëm për shëndetin. Njeriu humbet lëngje çdo ditë dhe nëpërmjet frymëmarrjes, dukuri e cila ul nivelin e përmbajtjes ujore të organizmit. Kur organizmi juaj është i hidratuar, atëherë ai është më energjik dhe organet tuaja janë edhe më në formë. Në qoftë se ju i zëvendësoni pije të ëmbëlsuara ose ato me kafein me ujë me limon, atëherë ju do të përfitoni më pak kalori dhe më shumë ushqyes të dobishëm. Kjo është edhe një strategji fitimprurëse për trupin dhe për trurin tuaj. Këto janë përfitimet e ujit me limon dhe si ta përgatisni. Shumë restorante e shërbejnë si rutinë dhe disa njerëz e fillojnë ditën e tyre me ujë me limon në vend të kafes ose të çajit. Padyshim që limonët janë të shijshëm, por a ju bën më të shëndetshëm në qoftë se ju i shtoni edhe ujë. Më shumë kërkime janë bërë për përfitimet e ujit dhe të limonit veç e veç, megjithatë ja disa mënyra se si trupi juaj mund të përfitojë nga uji me limon. Hidratimi. Uji është pija më e mirë për hidratim, por në fakt disa njerëz nuk e pëlqejnë shijen e tij më vete. Shtimi i limonit rrit shijen e ujit, gjë e cila do t'ju ndihmojë ju që të pini edhe më shumë. Vitamina C. Agrume si limonët kanë vitaminë C, një antioksidant kryesor që ndihmon në mbrojtjen e qelisave nga dëmtimi i radikaleve të lira. Limonët gjithashtu nuk kryesojnë në listën e agrumeve me shumë vitaminë C, por lëngu i një limoni në fakt siguron 18,6 mg të vitaminës C. Sasia e rekomanduar ditore për të rriturit është 65 deri në 90 mg. Pesha. Hulumtimet gjithashtu kanë treguar se antioksidantët e polifenoli që gjenden tek limoni zvogëlojnë ndjeshëm shtimin e peshës. Megjithatë, është e paqartë nëse rënja në peshë vjen nga fakti që njerëzit pinë më shumë ujë dhe ndihen të ngopur apo nga lëngu i limonit. Lëkura. Vitamina C, e cila gjendet pikërisht tek limoni,
mund të ndihmojë në zvogëlimin e rrudhave të lëkurës, të paktësojë lëkurën e thatë nga plakja dhe njëkohësisht dëmtimin nga dielli. Se si uji e përmirëson lëkurën, kjo është e diskutueshme, por në fakt një gjë është e sigurt. Nëse lëkura juaj humbet hidratimin, ajo bëhet më e thatë dhe njëkohësisht e prirur për rrudha. Një studim laboratorik i vitit 2016 tregoi se një pije me baza agrumesh ndihmoi në parandalimin e zhvillimit të rrudhave tek minjt. Tretja, disa njerëz pinë ujë me limon si një laksativ ditor për mëngjes për të ndihmuar në parandalimin e kapsllëkut. Pirja e ujit të ngrohtë ose të nxehtë me limon, sidomos kur ju zgjoheni në mëngjes, mund të ndihmojë sistemin tuaj tretës. Frymëmarrja. Uji me limon shmang erën e keqe të gojës pas ngrënies. Limoni mendohet se stimulon pështymën dhe uji ndihmon gjithashtu në parandalimin e tharjes së gojës, e cila mund të çojë në erë të keqe, e cila vjen e shkaktuar nga bakteret. Gurët në veshka. Acidi në limon mund të ndihmojë në parandalimin e gurëve në veshka. Efektet anësore të ujit me limon. Uji me limon është përgjithsisht i sigurt për të pirë, por ka disa efekte anësore të mundshme. Limoni gjithashtu përmban acid, i cili mund të gërryejë smaltin e dhëmbëve. Për të kufizuar rrezikun, ju duhet të pini ujë me limon përmes një pipe dhe më pas shpëlajini gojën me ujë të thjeshtë. Kur bëhet fjalë për urthin, uji me limon mund të ketë ose efekt negativ ose pozitiv. Acidi i limonit mund të shkaktojë urth tek disa njerëz, tek të tjerët përjetohet një lehtësim nga urthi, pasi lëngu i limonit bëhet alkalin duke zvogëluar aciditetin në tretje. Përgatitja. Në mënyrë që të keni ndonjë përfitim shëndetësor të ujit me limon, duhet ta pini atë vazhdimisht dhe të përdorni limon të freskët. Për të përgatitur ujin, ju duhet të shtrydhni gjysmë limoni në 250 ml ujë të ngrohtë ose të ftohtë. Mund të shtoni nenexhik, xhenxhefil, kanellë e të tjerë. Gjithashtu lehtëson kongestionin e sinusit. Kur ju ndiheni të sëmur, të gjithë rekomandojnë që të konsumoni çaj të nxehtë për të kaluar sa më shpejt një infeksion. Pirja e ujit të ngrohtë në mëngjes mund të pastrojë sinuset tuaja dhe të merr një frymë më lehtësisht. Nëse e shoqëroni atë me limon, mund të forcojë sistemin tuaj imunitar për shkak të sasive të larta të antioksidantëve. Ndihmon gjithashtu edhe në tretjen e shëndetshme. Në qoftë se ju keni probleme me tretjen, uji i ngrohtë me limon mund të shërbejë si një ilaç natyror i fuqishëm. Ndihmon gjithashtu në zgjerimin e enëve të gjakut, si edhe ju ndihmon të ndiheni më të hidratuar, duke bërë që trupi të çlirojë toksinat shumë më shpejt. Limoni gjithashtu mund të ndihmojë në detoksifikimin e trupit, duke qenë se ai përmban sasi të larta të cilat përmirësojnë edhe funksionimin e mëlçisë. Qetëson sistemin tuaj nervor qendror. Pirja e ujit të ngrohtë mund t'ju ndihmojë që të relaksoheni dhe të ndiheni më pak të stresuar. Gjithashtu, veçanërisht nëse ju shtoni limon. Ky i fundit përmirëson gjendjen shpirtërore dhe përqendrimin për shkak të noropinefrinës. Mirë po, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!